Bashkia e Vlorës nis zbatimin e amnistisë fiskale për detyrimet tatimore vendore. Informojmë të gjithë qytetarët dhe subjektet se në zbatim të ligjit numër 86/2025 ka nisur procedura e faljes detyrimeve vendore, duke u dhënë mundësinë taksapaguesve të përfitojnë nga lehtësime të konsiderueshme financiare dhe nga fshirje të penaliteteve e kamatvonesave. Sipas skemës së miratuar, detyrimet deri më 31 dhjetor 2014 fshihen plotësisht dhe nuk kërkohet asnjë pagesë. Detyrimet për periudhën 2015-2019 mund të shlyen sipas dy alternativave. Deri më 30 qershor 2026 paguhet vetëm 50% e principalit, ndërsa falet 50% e principalit dhe 100% e gjobave dhe kamatvonesave. Deri më 31 dhjetor 2026 paguhet vetëm 75% e principalit, ndërsa falet 25% e principalit dhe 100% e gjobave dhe kamatvonesave. Detyrimet për periudhën 2020-2024 shlyen duke paguar 100% të principalit, ndërsa falen plotësisht gjobat dhe kamatvonesat deri më 31 dhjetor 2026. Bashkia Vlorë sqaron se detyrimet e vitit 2025 nuk përfshihen në këtë proces faljeje. Kjo nismë synon të lehtësoj barën financiare të qytetarëve dhe bizneseve, të nxjisë formalizimin dhe të krijojë mundësinë për mbylljen e detyrimeve të prapambetura në kushtet më të favorshme. Të gjithë të interesuarit mund të paraqiten pranë strukturave përkatëse të Bashkisë Vlorë për informacion të detajuar dhe për të përfituar nga skema e amnistisë fiskale.